Miqtë Original Podcast. Sot jemi me Arbër Mesitin, është një djalë 30 vjeçar që ka gjithë jetën që merret me krijimtari edhe menaxhim lokalesh shumë të mira, që shumica e lokaleve janë të krijuara, paktën dizajnet e jashtme me duart e Arbrit. Arbër, shumë faleminderit që morë pjesë sot këtu me ne. Është nder për mua që të jem pjesë të jem original. Shiko, ta thash edhe më përpara që kur të bëja të prezantimin, du me të bëj një prezantim të tillë që si të kam pa unë ditën e parë ty. Te lokali ku ti punoje, komiteti bar, që është një bar prestigjioz në Tiranë. Arbri ka punuar shumë vite atje. Arbri ishte me çekiç në dorë. Unë shkova për të bërë një punë atje, një video, dhe Arbri ishte me çekiç në dorë. Edhe dëgjova aty unë që po flisin për ty që çdo gjë këtu e bën Arbri, domethënë. Siç ka bërë dhe lokalin që sot ne jemi Nukun, do flasim pastaj. Shne gjithë kjo energji ka që madhe nga ana jote, se unë kam pa shumë energji ke ti tek puna që ti ke bërë gjithmonë. Fillimisht unë fillova si një bartender, edhe u dashurova shumë me pijet, u dashurova shumë me miksimin, edhe kjo më sillte gjatë gjithë kohës, duhet të eksperimentoja me çdo lloj gjë të mundshme, që nga dekori, që nga mënyra se si do u shërbente, edhe kështu vazhdova duke krijuar, edhe fillova që të imagjinoja pak më shumë se ç'duhet. Domethënë se faktikisht unë gjithmonë kam gjuajtur fjalën bartender, po kam pa ca çuna që thjesht përdorin ekspresin, mushin gotë dhe kaq, po kam përshtypjen që ke ti me kuptim fjala bartender, kështu kuptimin e plot të saj, se me vërtet është një punë shumë artistike. Është një punë artistike dhe është krijim. Të bësh koktejl sot është krijim. Meqense se nisëm me komitetin, unë kam qenë pjesë e komitetit me Arbrin 11 vite. 11 vite aventura të ndryshme. Një prej atyre ishte aventura e rakis. Ngjonim kudo, më nuk kishim koktejlet. Në fillim tona nuk kishim koktejlet, edhe kjo na solli që ne të krijonim koktejlet me raki. Dhe ne jemi krijuesit e parë. Është shprehje raki dhe dashni, po, raki e dashni. Kështu nisi gjithë eksperienca e koktejleve të rakis. Edhe sot ka vazhduar edhe vazhdon të jetë traditë e shumë bareve të ndryshme. Për të bërë një tip saktësimi, si të themi, Arbri tjetër është themeluesi i komitetit bar, edhe kam një të fortë për këtë. Kur erdha unë atëherë, unë i dija që do vije për ditëlindjen e Arbrit tjetër, edhe më thonë mua Arbri, më prezanton me ty, edhe numrin tonë telefon e kam pas shumë Arbri tjetër. Ne ishim dy Arbra, edhe gjithë na njihshin Arbri i madh, Arbri i vogël. Unë isha i vogël në këtë rast. Shiko, unë për vetën time e kam shumë të rëndësishëm impaktin e parë që kam me një njeri. Edhe, domethënë, kur jemi prezantuar në fillim fare, edhe në vazhdimsi, se ne njihemi, ka disa vite që njihemi me Arbrin, unë ty të kam etiketuar gjithmonë si një personazh tip. Domethënë, nuk shef shumë çuna, domethënë në përditshmëri, paktën në Tiranë themi, kupton se në Tiranë na lidh përditshmëria, që kanë një lloj karakteri, edhe domethënë një karakter shumë unik. Ç'a të bën ty për shkak që ti je kaq special? Edhe shpesh ne mendojmë se ç'a duhet të bëjmë. Edhe jeta ime lindi e tillë dhe do përfundoj e tillë. Unë do jem vetëm aventura. Mas 11 vitesh në jetën e natës, sot jam surrel. Gjatë gjithë kohës bëj shaka, ejani kthej në fshat. Po kjo është pjesë e aventurës time. Këtu do nisi një aventurë e re, edhe mosha ime është, nuk e di nëse kanë aventura, apo aventura e tyre është leku i shpejt, ndërsa aventura ime është që unë t'ja kalesa më bukur dhe të bëj gjërat që unë dua. Jemi në Sorrel tek Nuku, dhe Nuk është bar, restorante që Arbri dhe pjesa e tjetër e stafit, bashkëshortja vet kanë themeluar, është një ambient goxha shumë i bukur. Edhe do ta prezantoj pak ndoshta më vonë, është çdo gjë e bëme nga dora e Arbrit. Tani ku e merr gjithë këtë frymëzim apo dhe unë? Atëherë kërkoja një vend qetë, mbas një eksperiencë që paro. Atje ndeta rreth 9 muaj isha unë edhe stafi im. Ishte një
ishte një eksperiencë shumë e bukur, natyrë, ishim vetëm ne. Aty mund ndjeshe çdo lloj gjëje të mundshme. Edhe mbas asaj ishte pa përballueshme qyteti për mua. Edhe kjo është një nga mënyrat pse unë zgjodha Surrelin. Një nga arsyet ishte kjo. Arsyeja tjetër janë çmimet që ne shikojmë kudo, po abuzohet me qerat, po abuzohet me çdo lloj gjëje. Unë du dalë të kjo, që çdo gjë bëhet edhe me pak lek. Edhe kjo është nuku, na u desh 3 muaj punë ditë natë, edhe ne kemi punuar 3 muaj punë, më fal, ku çdo gjë është bërë nga ne. Nga hidrosanitaret, nga elektriket, nga betoni, tullat, pllakat, lyrja, stukimet, çdo lloj gjëje të mundshme është bërë vetëm nga ne. Po projektimi, se këtu për shkak kombinimi është shumë i bukur. Edhe bile kur u futa çfarë te dera, që është prap e bërë nga arbri, të jep një vibe domethënë shumë special këtu në Tiranë. Nuk e para e shikon. Kush është arkitekti? Atë arkitekti jemi ne vetë. Ne na thrasin 2800 lekësh dhe kjo është ne kemi që kështu se 2800 lekësh për arsye se ne riciklojmë çdo lloj gjë të mundshme. Ne jemi ata njerëz që mund të na shifnin gjatë ditës këtu, edhe gjatë darkës mund të na shifnin me një pyll, duke marrë në një lule, duke marrë në trung, duke kthy funksional. Kështu jemi gjithë kohës. Çdo gjë do t'i kthejmë funksionale. Unë desha të bëj pyetje, po ma dhe përgjigje. Domethënë pranaja ke vu gomat makinës së shumë të mëdha ti. Ti desh me thonë ç'ne makina jote me këto gomat të mëdha. Po ne jemi gjithë kohës. Jemi aventuriera. Ne jemi 3 aventuriera që ne do ta ndjekim këtë gjë. Unë duke qenë se të njoh ty domethënë, kam përshtypjen që ke kalu shumë eksperjenca. Jam i bindur, jo vetëm për shtypje, po jam i bindur që ke kalu shumë eksperjenca. Kush janë sfidat më të mëdha që ti ke has, domethënë, në gjithë karrierën tënde në menaxhimin e lokaleve? Për shembull, sepse sot gjithë ankohen për stafin, për klientat. Kush janë ca sfida që ti ke has edhe si ke përballu? Sfidë për mua është një aventurë e re. Por sepse unë e shikoj si sfidë. Sa i përket stafeve, unë jam gjithë kohës, ne jemi punojmë për shumë vitesh bashkë, me njëri tjetrin, njihemi shumë mirë. Edhe problemeve stafeve janë që sa do ta ndjekin aventurën që ne kemi ngretur. Ne jemi një grup që kemi ndjekur një aventurë edhe te kjo aventurë sa veta do hyjnë edhe do ta ndjekin. Kjo është e rëndësishme. Shumë prej këtyre kanë hyrë edhe dalin shpejt, sepse ka presione gjithë kohës, ka presione të punës, ka të ndjenjave, ka të çdo gjë të mundshme. Kjo ndjenjave do ta prek pak pastaj, po du të shtoj diçka. Pash një video sot, edhe ishte dikush ke këto public speakerat që po pyeste këto stipërmarrësit të ri. Më thuj pse të bashkohem ty? Edhe gjithë të ngelen. Unë kam përshtypjen që me këtë komunitetin që ju keni kriju, nuk duhet me thonë pse duhet bashkohem ty, po duhet i thosh ty pse do më artikën. Kjo është. Shikoj. Gjatë gjithë kohës që unë kam punuar menaxhim, kam qenë ai personi që thoya për herë do t'i bëj vet sepse ndihem më i sigurt. Kur vinte një elektricist, isha më i sigurt që t'i futsha vet durët dhe t'i prekja ato prizat se sa të ma përfundonte ai punën. Po kështu jemi edhe këtu te Nuku. Këtu te Nuku jemi, mua mund të më shikosh në kuzhinë, mund të shikosh në shërbim, mund të shikosh banak, mund të shikosh kudo. Pra ne jemi vetë lojtarët e fushës. Kështu që kjo është arsyeja pse ne ndjekim këtë pasion. Shiko, duke pa kretë ambienti, se ambienti këtu është goxha i madh, mund për shembull me atë domthon imazhi i parë që vjen në mendin mu më duket sikur ka pak orientale, pak latine, pak shkretë të tjerë, pak kështu. Edhe kam përshtypjen që këtu ka shumë klientë që mund të jenë turistë huaj. Si është qasja e huajve, se përgjithsisht turistët kanë mendim mirë për Shqipërinë. Po kanë pak këto sepse ke luksi më shumë. Kurse këtu vinë, shohin diçka më ndryshe. Çfarë qasje kanë, çfarë mendimesh kanë? Ne nuk e kemi publikuar shumë dhe nukun. Kjo ishte një nga kërkesat e mia që në fillim që në startet e kësaj gjës. Pse arsyeja ishte që çdo kush që vjen, ta gjente vendin e vet
edhe sepse dhe nuk përkthehet në shqip, është ajo tavolina jote, është ai cepi jot i ngrohtë, ka shumë kuptime të ndryshme. Edhe kjo është arsye pse unë nuk e publikova, nuk e reklamova shumë dhënukun. Që njerëzit vinin ta gjenin vet, është diçka që si unë edhe si pjesa tjetër e stafit tim, nuk është se kemi fitim prurse. Ne është më shumë pasion se sa fitim. Kjo ka qenë gjithë jetës time, është një gjë që ne duam ta bëjmë me zemër. Shqyr doli e tha dhe dikush tjetër një gjë që e mendoj edhe unë. Turistat e kanë gjetur vetë si ambient, duke qenë se ndihen shumë rehat, nuk ka luksin, nuk ka ta saksojmë, jo luksin që nuk është e rehatshme, nuk ka ato lukset e tepruara. Po, nuk ka ato lukset e tepruara. Shpesh herë ne ndihemi në restorante dhe jemi gjithë kohës në vëzhgim, në siklet. Këtu e humb gjithë atë sikletin. Dhe kjo ishte koncepti im që në fillim. Koncepti i dhënukut është një koncept që unë e nisa si resto lounge. Resto lounge, kur unë dhe bashortja ime në kohët e lira vinim këtej për ajër të pastër, edhe nuk gjeshim dot asnjë lloj ambienti që ne pinim një gotë verë, ta shijonim edhe mund të pickoshim diçka. Edhe prandaj gjithë koncepti jonë është një puzzle me ushqime, me pjata të ndryshme që plotësojnë restorantin. Edhe kjo është një nga arsyet pse turistat vinë. Vinë sepse janë pjata degustimi, që të ngopin sigurisht, çdo produkt i mirë të ngop, edhe nuk ndihen të detyruar çfarë ata hanë. Këto janë një nga arsyet. Shiko, kam përshtypjen që ti edhe një biznesmen i mirë. Në një të ardhme, nëse di pse e them? Në një të ardhme, nëse mua do më humbi dëshira për aventura, po është e pamundur. Jo, biznesmen në kuptimin që, domethënë, çfarë mban një biznes? Biznesin e mban vizioni i themelusit. A kupton? Edhe ai vizioni jot që ti ke, se tani për te modestis, me vërtet edhe unë e them shpesh herë që unë e kam pasionin, dëshirën dhe mbushjen shpirtërore përpara, pastaj fitimin. Vjen vetë fitimi, kupton? Ajo që tha dhe Arbri më përpara, se mos dal sikur kemi dalë për bamirësi këtu. Jo, për bamirësi jo, por këto janë disa arsye pse edhe turizmi nuk kënaqet në Shqipëri. Kemi shumë mundësi që ne t'i kënaqim edhe ata të kënaqen në Shqipëri. Kemi shumë ushqime të mira, kemi shumë produkte të mira. Klima spektakolare. Klima njerëzit po ashtu. Atëherë këtu jemi, ne na ka pjesa fushfargës, po jemi edhe në Surrel. Këtu nëse vjen korrik gusht, këtu është e pamundur që të rish me kratë shkurtra. Mos shikoni mua se unë jam ambientuar me këtë kohë. Po pjesa tjetër është ne kemi shumë tavolina që janë me zjarr, edhe kjo është arsye nga që bëhet ftohtë mas ditëve. Kjo ishte. Shiko, një gjë që unë e vlerësoj zakonisht shumë tek ti, Arbri, se kur e shikon kështu për pamje të parë, domethënë ka atë stilin e vet, tatuazhet, mjekra, veshja e gjitha. Arbri është shumë djalë familjar. Edhe kjo është vlera më e madhe që një njeri në ditët e sotme mund të ketë. Fal. Do doja shumë di prej teje, se me thonë unë e kam provu të punoj me gruan time. Vetëm sherrë kishim. Sa e vështirë është punosh me bashortën. Gjyshi im i ndjer thoshte thesari familjes është gruaja. Jo se ka lek, por është ajo që ruan lekët. Sidomos në fushën time që unë vetëm investoj këtej çdo lloj monedhe të kem, do ta investoj, nëse ime është perfekte që të jetë pjesë e hapave të mi. Unë e njoh edhe bashortën e Arbrit. Është një shprehje që po e them shumë kohë vonë. I kam bërë dasmën. Edhe janë një çift me vërtet shumë i mrekullueshëm dhe me vlera të jashtëzakonshme. Jo vetëm për Shqipërinë, por kam përshtypjen që rrallë gjej njerëz me një vizion si Arbri dhe Ada. Kush është hapi jot i radhës? Se njerëzit e bëjnë plane. I bëjmë, por unë jam pak. Ma the kur takum herën e fundit, po në rast se do ta ndash, unë dua që të kem vetëm surpriza. Unë gjithë kohës mendoj, gjithë kohës krijoj, shpesh herë më shikojnë kështu në kafe dhe thotë, po Arbri po shijon një kafe, po jo em duke menduar. Planin e radhës. Po mendoj planin e radhës.
Dhe nuk u ishte vetëm starti i parë, që është funksional në çdo lloj aspekti të mundshëm, njerëzit ka klientët e vet, mbas nukut, pastaj do ketë shumë nuk të tjerë. Po me aventurat e reja dhe sipas vendeve bëhet dhe kuvendi. Sipas vendit bëhet kuvendi, themin e këto. Shikom, du në qoftë se ti ke spikat në reagim të një turisti në sezonin e kaluar, se nuku tani ka bërë një vit që është hapur. Po shkojmë gati një vit që jemi hapur. Turizmi ka nisur që tani. Turizmi është gjëja më e lehtë që ne mund të punojmë. Sepse ata ndjejnë edhe ata mundohen të kuptojnë çdo gjë që ne bëjmë. Ndryshe nga klientët shqiptar. Kjo është një nga problematikat më të mëdha që ne kemi, jo vetëm unë, por të gjithë baret dhe restorantet në Shqipëri. Klientët shqiptar janë të pakënaqur në shumë aspekte. Janë mësuar në rastin tonë mbas disa pjatave tradicionale, edhe shumë vështirë që t'i përqafojnë risitë e reja. Ndërsa një turist është e kundërta, një turist vjen edhe do të provojë gjëra të reja. Për ne është shumë e thjeshtë të punojmë me turist edhe me rinin shqiptare. Jo se nuk i dua moshën Nuk kemi keq kuptime. Por ata vetë duhet të adoptohen me risitë e reja, me risitë e reja. Shpesh herë me shqiptarët kemi problemin që kjo nuk është pak e rehatshme. Kjo është një restaurant. Këtu vihet për qetësinë, këtu vihet për ajrin edhe për ushqimet mira. Nëse ne pretendojmë që të shkojmë të gjejmë një krevat në një restorant, është pamundur. Mas një vend nuk do ta gjejmë. Shiko, duke të parë ty, me thënë drejtën, unë kam shumë që vikingët. Unë edhe çunin tim ja kam emrin prej vikingëve. Edhe duke të parë dhe duke të njohur, ti je një karakter i fortë. Ama unë mendoj që pas çdo karakterit fort, ka ca momente të dobta. A ka ndodhur ndonjëherë ke ti që të thosh do të ndaloj çdo lloj gjëje, nuk mundem më. Një nga pikat më të mia të dobtat është stafi. Kushdo që më njeh e di shumë mirë që stafet e mia kudo që unë kam punuar, unë nuk i quaj dot staf, sepse jam vetë staf. Kudo që ne kemi punuar bashk, kemi punuar si grup. Edhe shpesh herë momente dobta kanë qenë momente që unë jam zhgënjur nga stafi. Sepse të punosh në një grup është ndjenjë. Këtë gjën jo të gjithë e kanë. Jo të gjithë, vetëm ti e ke. Jo, një pjesë e madhe e stafit tim e kanë. Jo, them te menaxherët. Okej, menaxherët. Se përgjithsisht e kanë biznes, pagova, riurt. Dakor, po duke ecur me konceptin biznes, është një fushë që ne e dimë që Shqipëria çdo 20 metra ka një bar apo një restorant tjetër. Edhe ky nuk mund të jetë kurrë një biznes fitimprurës. Të duhet një kohë, të duhet një grup që ti ta realizosh atë. Momentin që ne nuk e kemi grupin, është pamundur që të realizohet. Po mirë, si arrin? E di që kur kam nis idenë e podcastit, mendimi im i ftuar i parë do ishte ose një kamarer ose një menaxher lokali. Pse? Unë përgjithësisht revoltohem me veten time. Domethënë kur nuk ka sjellje të mirë, jo shërbim, se shërbimi është në varësi të nivelit, po sjellja e mirë. Si ke arriti ti menaxhosh to, ti trajnosh, unë i njoh disa nga stafi jot, bile edhe te Dasma Arbrit, një pjesë shumë e mirë e të ftuarve te shoqëria ka qenë grupi shoqëror se stafi që punonin bashkë. Si arrin ti, domethënë, çfarë strategji ke ti në rast se do ta ndash si sekret profesional, ose? Shpeshherë në çdo lloj konflikti që kemi pas edhe më përpara, jo me sipërmarrësit, stafi im ka thënë do ta bëjmë, po do ta bëjmë për arbrin. Kjo është një nga çelësit e mia. Çelësi im është që unë t'i fus brenda botës time, edhe në momentin që stafi apo personat që punojnë me mua janë brenda botës time, ata nuk e kanë
as guximin të vjedhin, as guximin të mos bëjnë diçka pa qef. Kështu që është një ndjenjë që ata do ta bëjnë çdo gjë sepse ne po punojmë grup. Që do të thotë buzëqeshja s'mund të mungoj. Aventura s'mund të mungojnë, kështu që kjo është një nga çelësit e mia mendoj. Një gjë që unë e kam vure gjithmonë domethënë tek ti, sa do ta sjellim edhe pak tek ti tani si karakter. Je shumë i qetë. Si arrin ti ta rush qetësinë, se me thënë të drejtë unë kam punu, kam marrë shumë vite. Kur kam qenë më i ri, unë jam pak më i madh se ti. Kur kam qenë i ri, edhe realisht konsumon shumë. Realisht është shumë stresuese. Unë kam pas momente pafund që ishim uniforme thonë se bëjmë më, kupton? Po është kjo ajo marrëdhënie që gjithmonë që tuti ndërtonim gjithmonë me menaxherët ose me pronarët e lokaleve. Si arrin ta rush qetësinë valla? Ndoshta ka qenë fati im që vendet që un kam punuar kanë qenë pak ndryshe. Personat që un kam punuar kanë qenë ndryshe. Për shembull, Arbër Çepanin, Arbri komitetit, Arbri komitetit, Arbri i madh. Unë vërtet e kisha, ishte shefi im, por ishte shoku im, ishte vllai im. Edhe është. Kishim të njëjtën se mos kujtoj njerëzit. Edhe jemi po prapë isoj. Nuk ka rëndësi. Ne vazhdojmë bashkëpunojmë me njëri tjetrin, por që thjesht po tregoj një eksperiencë se pse un jam i qetë aty ku kam punuar. Këtu jam i qetë për arsye sepse është dënuk. është fëmia im i parë. Si edhe Liburni që është çuni im i parë, kështu është dënuku. Ashtu e them unë aparatit tim të parë. Unë gjithë dënukun ja kam dedikuar çunit tim. Çuni im quhet Liburn. Nga që përmendesh para vikingët, të tillë ishin dhe ilirët. Edhe unë kam qenë shumë i dhënë mas historisë, edhe gjitha tatuazhet e mia janë gjitha historike. Do të pyes për tatuazhet. Po nuk mund ta leja dot edhe emrin e çunit që të më rrëshkiste ndonjë emër. Shiko, ta thash edhe një herë, ti jam i bindur që gjithë këtë përshtypje ato që s'njohin që je personazh, je tip, a kupton? Edhe shumë veta i bëjnë tatuazhet për pamje. Jam i bindur që këti nuk është çështje pamje, se e përmend edhe vetë më përpara. Ç'është një tatuazh për ty? Që ti i ke qef, unë e shoh. Atë është një mënyrë që ne çlirojmë ndjenjën që ne kemi. Jo shumë veta nuk e kanë këtë gjën. Shumë veta mendojnë që është një trend, bësh një tatuazh. Të parët në Ballkan edhe shumë i bindur për Europën ishin arbëreshët që bën tatuazhe. Edhe ata nuk i bën as për pamje, as për trend, as për dekor. Ata i bën, ishte mënyra më e qartë se si ata të tregonin gradat e tyre, historinë e tyre dhe tregoshin mas një tatuazhit. Të parët që bën ishin arbëreshët. Tatuazhin në mish, se kështu pikturimet nga jashtë. Tatuazhin në mish. Ata arbëreshët në atë kohë që bënin këto tatuazhet, jetoshin në Pellgun nga Bosnia deri në Shkodër, po ishin arbëresh. Përveç aty edhe shumë arbëresh që jetojnë në Sicili kanë tatuazhe të tilla. Ky është një tatuazh që është i gjithë i arbëresh. Pak më këtej se Ky është i gjithë një tatuazh që është arbëresh. Është origjinal, nuk kam ndërhyr fare. Siç e shikojmë shqiponjën. Krërët janë për herë i vendosin tatuazhe se sa herë shkoshin në luftë. Edhe personi që ka pasur një tatuazh tillë ka pas me 2 krerë. Kjo është një përzmore ilire. Shpesh herë kur shkojmë në Bosnjë, rastisim me moshën e tretë që kanë to tatuazhet, sepse aty është goxha tradit. Kjo është një tatuazh i lirë. Nuk është as bosnjak, as një racë tjetër. Kjo është e gjitha arbëreshe. Edhe me origjinë ilire e jona.
Pastaj pjesa tjetër e tatuazheve janë konceptimit e mia për historinë, siç është Pirje e Pirit, për Zmorea, Ania Liburne, edhe shumë Po ç'ne tjera. Bosnja? Ç'a të lidh me Bosnjën apo Jo, nuk më lidh me Bosnjën, thjesht është një jo, tatuazh nga që shqiptar. ti shpesh shkon në Bosnjë. Kushdo që shkon në Bosnjë dhe shikon Okej, këtë se unë tatuazh. shkoj shpesh në Bosnjë. Atë Ti je kam ca miqë, kupton? po, nëse ti e shikon këtë tatuazhin, po, unë e kam ata pa. janë arbëresht të vjetër. Atje ka njerëz që flasin shqip. Po, se Domethënë ata isha kanë me origjinë çunin e tim, vjetër. isha në para 3 muaj, filloi të isha çuni dorë njëri. Ç'a ke tha, pse qa? Në Bosnjë domethënë. Shikon, ti je shumë artist. Domethënë, patjetër, vjet reja, kupton, nuk do shumë mend për ta kuptuar. Ç'a të motivon ty, Arber? Përveç këtyre gjërave klishe që të familja, puna, ç'a të motivon thellë ty? Se shikoj, unë lidhem çik me sytë e njerëzve, edhe kam përshtypjen që sytë tu janë shumë të thellë. Edhe është ndoshta diçka që vetëm ti mund ta kuptosh ose mund ta shpjegosh. Unë kam marruar artet për pikturë dhe skulpturë. Ti ke studiuar artet. Kam studiuar artet. Domethënë kemi studiuar edhe pastaj kam ndërprer për disa arsye të mia. I pak kënaqur për programin që fara ata na jepshin. Kjo është arsyeja pse unë e ndërpreva shkollën. Se jam zemër lirë, edhe du të bëj çfarë unë Me dua. do e mos një artist. Shpesh herë profesorët e mi më thoshin je shumë abstrakt. Por edhe Van Gogh ishte abstrakt. Edhe shumë tjerë ishin Edhe kam abstrakt. shumë vreti për mënyrën se si po funksionojnë to institucionet e mësimdhënies se ta mund se thjesht po krijojnë ca modele. Janë modele. Nuk po krijojnë. Të gjithë pedagogët ishin me arsimin rus, që kush e njeh artet e kupton që është shumë strikt në pikturë, muzikë, skulpturë apo çdo lloj arti tjetër të mundshëm, por nuk mund të ishim abstrakt. Edhe nuk mund të isha natyra ime. Natyra ime është aventuriere që unë dua të lëviz dhe të bëj shumë gjëra. Edhe të kthej diçka që nuk ka jetë, ta kthej në jetë. Kjo është qëllimi im. Çfarë mua më bën që unë të heci përpara është unë i shikoj gjërat aventurë. Ndryshe nga shumë tjerë. Është pjesë adrenalinës time. Dhe shpesh herë kur ne punoshim sezone, shumë njerëz më thoshin, "Ore ç'a piti?" Ishte thjesht ajo dëshira për punën që unë kisha. Ishte thjesht arritja e atij suksesit, për mua ishte sukses nëse beach bari do funksiononte dhe do ishte më i miri i vendit. Për mua ishte sukses, pavarësisht se nuk isha unë krye të gjës, për mua ishte sukses. Kjo është arsyeja. Që para 2 ditësh po kaloja këtu, po shkoja në Shëngjergj. Kishim një punë atje me një mikun tim indian. Edhe po flisim për energjinë. Edhe unë mendoj që njeriu gjëja shumë e rëndësishme është ta di energjinë që ka. Ama më e rëndësishme është ta menaxhoj energjinë që ka. Që ti ke energji të papar, as nuk e vjen diskutim. Por nuk e vjen as në diskutim që ti ke një menaxhim të papar të energjisë që ke. Di ta menaxhosh shumë atë me energjinë tënde. Se artist, si përmarrës, prind, bashkëshort, je edhe një djalë shembullor për prindit, unë jemi dhe komshi. Ke një vëlla, domethënë që do ta përmend pak më mbrapa. Si e menaxhon këtë energjinë tënde ti? Se ke një farë rutinë, do ta kesh ti edhe pse ke vetë. Është pjesë e jetës time. Unë ndoshta e menaxhoj pa vetdije, por shpesh herë dhe me pjesën tjetër grupit e zejm, hajde Arber ta bëjmë të pustimin, them. Një sekond, nuk është ky momenti. Gjithë energjitë mia janë ruajtur për një moment që unë apo biznesi do plasi. Shikoj, një gjë që më ka bërë shumë përshtypje. Domethënë bën përshtypje se tash ke thënë edhe disa gjëra që edhe unë realisht i mendoj. Po kam parë disa gjëra në jetën tënde që janë ashtu siç i kam unë. Ne që jemi djem të dytë,
jemi komplet karaktere të kundërta me vëllezërit që kemi më ndaj. Arbri ka një vëlla më të madh, është një djalë i arrirë, unë e kam pa, domethënë do ta konsideroj një goxha intelektual, a kupton? Por që patjetër dhe Arbri është një djalë shumë i lartë. Po stilin e jetesës ne të veçit e kemi ndryshe. Pse ndodh kjo gjë për shembull? Jemi të lirë, dum të adrenalinën. Që të them që isha më llastuar nuk isha. Vllai ka Po s'kemi qenë llastuar. Por atëherë ndoshta unë vërtet e kam vëlla të madh, po e quaj edhe prind, sepse në çdo hap tjetës time ishte ai që haste çdo lloj rreziku. Edhe prandaj shpesh na duket natyrë më egër, shpesh na duket sepse ai e ka atë ndjesinë që na duhet ta kontrollojmë gjatë gjithë kohës, që ecurit tona pavarësisht se ne sot jemi të mëdhej, që ecurit tona të jenë të sakta. E kam dhënë këtë lloj marrëdhënie me vllajin tim. Vllai im 2 vjet është më i madh se unë, po nuk e di, është gjë shumë e mirë, se nuk është gabim tashni të kesh atë respektin edhe pak atë, më thoj Afrikën ndaj vllajit të madh, nga kritikat e nga këta. Këshillosh me vllajin ti për këto gjërat e reja që nis, ta aventurat e reja që bën? Patjetër. Vllai ka marruar, ka studiuar jashtë Shqipërisë, ka studiuar në New Bolt në Angli, pjesë e Oxfordit, edhe ka studiuar menaxhim biznesi dhe shkenca politike. Ne jemi familje menaxhimi. Sot është menaxheri i Microsoftit në Slovaki, edhe shpeshherë më duhen ide të sakta për çfarë unë hapi do hedh. Dhe nuk është një nga hapat e mi që unë jam konsultuar gjithë kohës me vllajin tim. Po si edhe shumë projekte që më kam pasur më parë. Shikoj, se mbash bisedimi me ty nuk do mbaronte kurse, realisht po e shijoj shumë. Duhet bëj një pyetje që më shumë e du për të tjerët se sa për ty. Duke qenë se kam përshtypjen që jemi vendi i parë në botë për numrin e lokaleve në bazë të frymëve për popullsisë. Çfarë do të sugjeroje të bënin ndryshe menaxherët e lokaleve? Çfarë do sugjeroje të bënin ndryshe pronarët e lokaleve dhe restoranteve? Dhe çfarë do sugjeroje të bënin ndryshe stafi? Nga ato që ti ke parë në Shqipëri. Atëherë, ne jemi në çdo aspekt mundshëm, ne 99% e bareve dhe restoranteve në Shqipëri. Ne jemi copy paste të dikujt tjetër. Pra ne duhet ta harrojmë këtë gjë. Edhe nëse është një fushë që ne mund të krijojmë, atëherë ne duhet i futemi asaj pune, që është restoranti apo bari në këtë rast. Nëse nuk është për ne, nuk do të thotë që ne duhet kemi lekë dhe të bëjmë restorant. ma specifiko pak. Ka shumë biznese që njerëzit mund të bëjnë jetë, edhe ka shumë ndjenja për një biznes të ri që njerëzit mund të kenë, por nuk mund të kopjojmë dikë tjetër. Stafi ka shumë gjëra që ne duhet i kemi gjatë gjithë kohës parasyve. Janë se si stafi duhet jetë si familje. Në momenti që stafi mbetet staf, nuk është pjesë e ndjenjës ton si krijuesa të një restorantit. Ndërsa menaxherët duhet krijojnë. Ka shumë gjëra që ne mund të krijojmë, por ka dhe shumë gjëra që ne mund të kopjojmë nga bota. Nuk jemi as parët që nuk jam as i pari që bëra restorant. Shumë para me e kopjuan, unë po e kopjoj e do vazhdojmë ta kopjojnë. Por mënyra se si unë i hodha këto erzat te ky restoranti është receta speciale. Është receta speciale. Edhe këtë i sugjeroj gjithë njerëzve. Shiko, nuk mund të pretendojmë se këtu kemi art. Do t'i bëjmë pastaj se do ta shikojmë tek video që do bëjmë me dron. Nuk mund të pretendojmë që të shpikësh, sepse arti në një farë mënyrë bazohet diku, a kupton? Dhe nuk është gabim të kopjosh për mirë. Gabim është të kopjosh dhe ta bastardosh atë që kopjon. Por në rast se ti e sjell në formën më të mirë të mundshme, kjo është një vlerë shumë e madhe. Edhe këtu te Dhenuku është realizuar në mënyrën më të mirë të mundshme nga Arbri.
Tani, siç ta thash, bashkëbisedimi me ty nuk do mbaronte kurrë. Do doja një mesazh për mbyllje për gjithë çunat shqiptar që po ankohen shumë që në Shqipëri nuk i dilet. Jo që duhet mbështes të mendim, po duke qenë se ti je ngulur në Shqipëri. Atë gjithë çunat shqiptar, si edhe një pjesë e madhe e shoqërisë time, dua t'i them vetëm diçka që ne duhet të rrimë me këmbë tokë. Shqipëria na ofron shumë gjëra. Mënyra se si ne i përdorim, ky është suksesi jon. Nuk është suksesi jon që apo të kisha kaq euro do bëja këtë. Dhe nuk është kjo gjëja që është bërë me pak, se shumica këtyre janë në riciklim. Domethënë, unë arrita të bëja diçka me pak. Punova për shumë kohë, mblodha për shumë kohë, me një nusë sigurisht. Ama e arrita që të bëja edhe nukun. Pra, gjithë të rinjia shqiptare duhet të ketë një ëndër për çfarë ata duan. Në momentin që ata janë pa ëndër dhe mendojnë që po të kisha kaq euro, ai nuk është sukses. Është ajo shpreha day one apo one day. Shiko, duhet shtoj edhe diçka, me që kaloj dhe ata. Ashtu si dhe unë, edhe Arbri ka shumë vite me partneren, me bashkëshorten që sot ka. Sa vite keni bashku? Ne bëjmë 15 vjet bashkë. Përmenda se kam gjuhë shumë djemë dhe vajza të ri që nuk manë dy kungin e në sqetull, thonë. Arbri po mban 3, se ka dhe një djalë, ka dhe një biznes, ka dhe një familje të mrekullueshme. Kështu që justifikimet lejeni, si që dhe Arbri, po është koha që me vazhdu, me nis. Nuk duhet të shikojmë makinat e shokëve, po duhet të shikojmë xhepin ton që të heci përpara. Arbri, unë të falenderoj jashtë mase shumë u knaqja. Shumë falenderoj. Nuk isha pritshmëri më pak, absolutisht jo, sepse duhet një temat që ne i hasim çdo ditë jetës. Unë do doja shumë faktikisht që në verë të bëjmë një seri tjetër podcasti bashkë. Patjetër. Po do të kap një moment që të jesh i lodhur. Se du të kesh herë nerë më për burit e që du të më reagosh njerë, hik, zdu. Vetëm nëse do jemi me trapanët në dorë, atëherë do jemi pak më i qetë. Arbri, falenderoj shumë. Shumë faleminderit.